Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë uruar Shqipërinë, ka qenë Marco Rubio i cili ka dërguar një mesazh Shqipërisë me rastin e pavarësisë. Për të folur mbi këtë mesazh dhe çfarë realisht përcolli Rubio, po themi shqiptarëve dhe klasës politike, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Zoti Merkoçi, si u duk mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rastin e pavarësisë ndaj Shqipërisë dhe a kishte, po themi, sinjale dhe kode ndaj politikës shqiptare? Dita e Mbretërisë Shqipërisë 28 nëntori është një nga ngjarjet më kulmore të Shqipërisë, sepse patriotët temi, ato burrat baballarët e komit, shpallën mëvetësinë e Shqipërisë nga perandoria turke. Kështu që është një nga datat më kulmore, ashtu siç i kanë të gjithë vendet e tjera, kombet e tjera, shtetet e tjera. Një datë të pavarësisë së tyre. Ajo që të bëri përshtypje si rrallë ndonjëherë, e para herë që nuk ishte dërgesë e presidentit të Shtetet Bashkuara Donald Trump, po e sekretarit, të tij, Marco Rubio, i cili dërgon një mesazh popullit shqiptar duke anashkaluar të gjithë institucionet e tjera, duke anashkaluar klasën politike, duke filluar që president kryetari i Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara tani shtetërore që u bën në zgjedhje pikërisht mesazhi ishte për popullin shqiptar dhe nuk ishte institucionet e tjera, por për politikën shqiptare. Kjo tregon që Bashkuara kanë marrë tepër seriozisht çështjen e qeverisjes së Shqipërisë apo të politikës në tërësi, duke i anashkaluar në çdo moment, dhe kjo ka treguar hapur kur kryeministri i Shqipërisë nuk shkel më në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kam asnjë kontakt me ta, apo të themi që është në një konflikt hapur tashmë, sidomos pas këtij mesazhi dhe deklaratës që ky biçim kryeministri bëri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një gazetë dhënë në Austri, ku thotë që Amerika çështjet i zgjidh me bomba dhe pastaj bën propagandën dhe Europa i zgjidh me shtetformim. Çka tregoi më duk njësoj si deklarata që bënte dikur presidenti i asaj kohe Ilir Meta, i cili deklaronte se le të godasin me raketa, me armë. Pra, jemi në të njëjtën linjë të politikës shqiptare, e cila kur intereson Shtetet e Bashkuara i përmendin vend pa vend, jo hapin dyrët në çdo rast, dhe aty kur ishte e nevojshme e përmendin në të gjithë fjalimet e tyre që mbanin patetike në parlament, në çdo fjali mbyllesh me fjalën Amerika, kërkon Amerika, e don Amerika, se kështu i kemi partnerët tanë strategjik që na i kërkojnë këtë, jemi të detyruar ta bëjmë për këtë arsye apo për atë arsye. Tashmë nuk kam më, dhe kjo është e vërtetuar se nuk është hera parë që qeverisë shqiptare i është bërë blokade, kryesisht Ramës është bërë blokadë totale. Qoftë edhe për vizitën kur erdhi zëvon sekretari i shtetit, që erdhi takoi vetëm në SPAK dhe absolutisht kryeministri nuk e takoi fare, as presidenti s'e takoi. Kështu që jemi në një gjendje diplomatike dhe politike tepër të rëndë për sa i përket politikës jashtme apo qoftë edhe kësaj të brendshme, ku partnerët tanë apo miqtë tanë, themi më mirë se sa partnerë, se kemi partnerë, po kemi miq, dhe po japin ato sinjalet, po ja dërgojnë popullit shqiptar sinjalet që ne nuk kemi më punë me këtë lloj qeverie. Dhe sa tjetë kjo qeveri, domethënë, do të
do të vazhdojnë këto lloj marrëdhënie të ftohta të ngrira akullnaj totale. Në politik është akullnaj, ndërsa në diplomaci është një grush shumë i rëndë për sa i përket këtij lloj formulimi që ishte për urimit për rastin e 28 nëntorit të ditës së mëvesësisë së Shqipërisë. Zoti Merkoçi, mendoni që ndaj Ramës SBA ka marrë masa ekstreme ose do marrë? Se ju thanë që nuk ka shkelur në SBA, pra ka aludime që mund të ketë marrë ndonjë masë ndaj zotit Rama? Nuk është rastësi që Rama nuk merr pjesë në mbledhjen e OKB-s në parë lajmëruar që Rama nuk do jetë në mbledhjen e OKB-s një muaj para, mos ka bofsha, se të bëhej mbledhja datës 24 shtator. Por ajo që është e rëndësishme, Rama nuk është puna vetëm se nuk shkon më në Amerikë, por Rama është personi i cili është në pikën më fundore të themi, përsa i përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe sidomos me administratën Trump. Ajo që është kryesore, Rama është non grata në Amerikë për një arsye shumë thjeshtë. Non grata nuk do të thotë vetëm ta deklarojë dhe ta shpallë, non grata i edhe kur ti në takime, të gjitha takimet që shkon, nuk përfillesh, nuk takohesh, nuk bëhesh, nuk ke asnjë lloj komunikimi. Mos harrojmë në mbledhjen që u bë për NATO, për shembull, Shqipëria u caktua nga ajo mbledhje, u caktua që 2026-ën do jetë Shqipëria do jetë vendi pritës i NATO-s, dhe çuditërisht Trumpi megjithëse i takoi të gjithë ata aty, vendin organizator që do jetë për vitin 2026, nuk e tare, nuk pati asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj shkëmbimi. Kështu që Rama në vetvete duke parasysh Dogali apo dosje Sinaloa që është, mos harron se është shtuar dhe dosje Sinaloa, grada e të tij të uqëruar dhe me një foto të Ramës me të në Ramës, shumë që personalisht Rama me Shtetet e Bashkuara, me administratën, thonë që ata kam thonë që Rama tepër politik. Nëse shihni vetëm këto të Europës, domethënë të gjithë vendet që drejtohen apo nga njerëz të Sorosit, vinë në lozhe Rama apo në mbështetje totale, pikërisht sepse ajo që ndruar që Rama Alex në bëj qoftë nga Sorosi apo të vetë, janë ata të cilët tuar Ramën si përgjegjës apo gojtarin e tyre në Ballkan dhe në Europë. Do të thonë, ky është i qysh në deklaratën e fundit që bëri, do të thonë që e zgjidhet me bomba, u veç shpall themi në Amerikë, dhe ajo që është kryesorja është që të gjithë lëvizjet, të gjithë janë bërë kundër Ramës. Mos harroni se një muaj para ju pata deklaruar që Rama është i vetmi kryeminist që ka një çështje të penale të regjistruar në SPAK. Nuk di para një javë, para 5 ditësh u deklaruar dhe në media që Ramës është regjistruar çështja penale për sa i përket 5 majit, ndërtimeve prishje të shtëpia që janë bërë në 5 maj. Do shohim në vazhdimsi tashmë, sepse Rama po luan lojën me ballukun për të shmangur të gjithë të tallavin që ka me ndërkombëtarët dhe për ta kaluar çështjen duke hedhë zarat, themi na dëgjuan popullore, duke hedhë zarat dhe duke hedhë letrat për sa i përket çështjes balluku për të bërë atë tallavin e politikës shqiptare. Një tallavi e cila ka rënë prej me apo pa dashjen, ignorancën e tyre apo mosdijen e tyre ka rënë edhe opozita shqiptare. Kjo është fatkeqësi për ne, sepse në një vend tjetër, me gjithë të goditjet që ka marrë Rama, në një vend tjetër, domethënë opozita shqiptare duhet të kishte përfituar maksimalisht,
për ta rrëzuar qeverinë Rama, është gjëja më e kollajt për ta bërë, por me sa duket opozita nuk është e aftë ta bëjë, edhe Rama ka gjetur mënyrën dhe formën për ta luduar, sepse këtu po drejtohet shumë mirë, po bëhet shumë mirë, por ajo që është kryesorja pastaj është ai spaku që këta e kanë godit kur FBI-a iku nga spaku dhe fillon të lëpijen momentit që FBI-a u rikthye. Dhe po ta vëmë re këto javën e fundit edhe DEA amerikane është atashuar tashmë në SPAK, kështu që Rama i ka të gjitha rrugët e bllokuara, nuk është më. Prandaj ka dalë tashmë jashtë SPAK-ut dhe po luan me gjykatën kushtetuese. Kjo është ajo që duhet kuptuar diçka më ndryshe dhe më mirë në analizën që bëhet se sa ajo pjesa, do të thonë se Rama është në gradë apo s'është në gradë. Por mua është në gradë, unë kam thënë me kohë që Rama është në gradë në Amerikë, por posti që kishte i jep të mundësinë për kur erdhi puna në ato takimtare, në ato Rama nuk arriti të ta kalojë oqeanin, nuk ka një takim as me ambasadën amerikane, asnjë lloj takimi u bë qysh kur ky e shpalli ambasadoren amerikane ka qenë tek domethënë kjo e bujqësisë në Universiteti Bujqësor, e shpalli i tha sekretari i partia nga ai moment. Domethënë nuk ka pas më kontakte me ambasadën amerikane. Dhe aq më tepër ardha Trumpit pastaj bëri bllokadë totale dhe nxori jashtë loje. Politikisht flasim gjithmonë. Shohim se si do jetë ecuria e mëvonshme, që gjë që e shoh që Rama po luan shumë keq, por në favor të tij, por po luan shumë keq për sa i përket ndërtimit të shtetit shqiptar. Kjo që po bën me gjykatën kushtetuese është një lojë shumë e pisët e Ramës për ta tjerrur dhe për ta çuar sa më gjatë moszbatimin e vendimit të gjykatës të kundër korrupsionit dhe kërkesës së SPAK-ut për të pezulluar Belinda Ballukun. Zotë Markoçi, si shpjegohet që në një mesazh urimi Rubio zgjedh që të përmend kartelet e drogës? Pikërisht sepse ju thash pak më lart që kur e nxorrën mikun e tij, e nxorrën non grata, e nxorrën pikërisht pjesë e Sinaloas, dhe unë thash përveç dosjes me Gonigal kemi edhe dosjen në Sinaloa në Amerikë, e cila po ta veni re i ka lëshuar gjithë bateritë kundër organizuar, kundër drogës dhe pastrimit parave. Janë tre pika të cilat janë edhe në raportet në Departamentit të Shtetit të 3 vjetëve të fundit. Mos harrojmë se ka bërë dhe luftën që ka shpallur Trumpi, që ka shpallur Sorosin, e ka shpallur si organizatë kriminale. Normal që kjo organizatë kriminale është ajo që luan qoftë drogën, qoftë korrupsionin, apo pastrimin e parave, apo lëvizjen e refugjatëve, se mos harrojmë se është edhe lëvizja e refugjatëve që bëhet pikërisht në ndikimin apo në urdhrin e George Sorosit për ta bërë atë popullimin e Europës me refugjatë dhe shpopullimin e vendeve të tjera, siç është Shqipëria për shembull, që është realizuar në mënyrë perfekte shpopullimi i Shqipërisë dhe për të sjellë refugjatë të tjerë këtu, qoftë Afganistan, qoftë kolumbian, çdo lloj që të jem për të bërë atë, sepse do të kuptojmë, nuk është problemi sepse Trumpi e shpalli organizatë kriminale Sorosin. Sorosi nuk është Soros, thjesht Soros. Ai është një njeri i cili apo një organizatë e cila kanë në thelbin e tyre ka komunizmin, po me një teori tjetër, dhe nuk e quajnë më komunizëm, e quajnë globalizëm, nuk e quajnë internacionalizëm, e quajnë shoqëri e hapur, apo këto shoqëri civile që ne fatkeqësisht e kemi futur dhe në kushtetutën shqiptare, janë përgjegjës, janë të 140
politikanët shqiptarë, të gjitha partitë politike janë përgjegjës për atë që ne kthyem Sorosin në institucion. Mos harroni se Amerika dikur ka shpallur edhe luftë më përpara, ka shpallur një keqe. Ndodhet edhe me Trumpin. Domethënë janë ngritur pikërisht ngritur tash po me emër tjetër, me emrin e globalizmit. Dhe duan ta rikthejnë edhe një herë atë lloj sistemi. Por fati jonë është që Partia Republikane rifitoi në Amerikë dhe ardha e Trumpit me këtë lloj programi na jep shanset edhe mundësitë që edhe ne këtu të bëjmë të njëjta veprime. Prandaj tash kemi një opozitë e cila nuk reagon, nuk ka asnjë lloj vizioni, nuk ka asnjë lloj lëvizje. Jo më kote kam përmendur, u bëra pak bajat, por do ta përmend sepse jam i detyruar ta përmend për sa kohë nuk është bërë asnjë lloj lëvizje politike. Ajo që kam kërkuar dhe kam thënë që të paktën kishim bërë një kërkesë për t'i hequr Trump atij George Sorosit qytetarën deri Tiranës, apo emrat e shkollave që mban qoftë në Rogozhinë apo Kopshët që janë nëpër Durrës, nëpër Tiranë, kudo, domethënë, apo me Gonigalit për t'i hequr titullin qytetar deri. Këto ishin detyrat e para të opozitës për t'i bërë për të treguar që ne jemi në linjën e republikanëve, më mirë themi në Amerikë dhe vetë Donald Trumpit atë që ka shpallur. Gjë që në Shqipëri nuk bëhet. Dhe po ta veni re, lufta kundër drogës është një nga luftat më të mëdha, sepse të gjithë pastrimi i parave, gjithë korrupsioni vjen pikërisht nga parat që prodhohen me droga. Dhe gjithë ndërtimet që janë në Shqipëri, gjithë rezortet, gjithë ndërtimet janë gjithë me para droge, nuk janë me lek pune, se nuk mund ndërtohet apo nuk mund bëhet miliarder, milioner siç janë bërë në Shqipëri brenda 30 viteve apo brenda 20 viteve. Kur dihet shumë mirë se sa ka qenë niveli i jetesës në Shqipëri. Por çuditërisht na dolën ta kërpudhat, u bën me poste, u bën deputet, u bën ministra, kryeministra, presidente dhe sot kanë gjithë pasurinë e tyre. Ajo që të vjen keq është ajo pjesa që populli shqiptar nuk e kuptoi, domethënë atë fjalimin e famshëm të Ramiz Alis që në për popull njihet si çështja e Katovicës, por Ramiz Alia në 89 mbajti një fjalim byropolitike, i cili tha ne kemi kuadër për të ndërtuar 50 komitete qendrore dhe ne nuk e lëshojmë pushtetin. Do marrim pushtetin ekonomik dhe pasi të marrim pushtetin ekonomik, do marrim edhe atë politikun. Dhe këta që do drejtojnë janë po njerëzit tanë. Kështu që kjo është realizuar pik për pik, ajo direktive Ramiz Alis është bërë pik për pik, kështu që jemi në këtë lloj gjendje. Droga në Shqipëri është, ne jemi kthyer në një vend magazinimi të drogës dhe shpërndarjes. Prandaj unë them që ne kemi ndërtuar, domethënë Rama ka ndërtuar mafian shtet. Atë që edhe opozita nuk e pranon apo nuk e thot, sepse thot jemi narkoshtet. Ne nuk jemi narkoshtet për një arsye të vjetër, ne nuk kemi prodhim të kanabisit, të kokainës, heroinës apo çdo lloj droge tjetër të fortë, e cila shpërndahet për Europë. Ne jemi thjesht një vend që e grumbullojmë, magazinojmë dhe e shpërndajmë. Pra, mafia këtë bën, se mafia nuk del me mjedh drogë rrugës mafia, e merr dhe e shpërndan. Prandaj quhet mafia dhe ato parat të cilat ajo i fiton nëpërmjet këtij menaxhimi që i bën drogës, ajo i hedh në ndërtime në këtë. Mos harrojmë se ka qenë një nga prokurorët e Puljes, e cila unë e kam deklaruar dhe tek ju, i cili ka deklaruar që para 2 vjetësh ka qenë mafiozi më i madh i Italisë, ka qenë ai i cili merret me ndërtime, me rrugë, me ura, me çdo gjë, dhe ka qenë në Shqipëri, shoqëruar në Shqipëri, nuk është thënë asnjë gjys fjalë, dhe ai deklaronte dhe thoshte kështu si në Itali që ai ka në emër të tjerëve, edhe në Shqipëri thoshte ka përdorur emra të tjerë, por gjithë parat e tij janë në përkullat e Shqipërisë, Tiranës kryesisht. Kështu që lufta kundër drogës pra ne e ka ai në atë çfarë deklaron, pra ai Rubio në mesazhin që dërgoi ishte pikërisht lufta kundër drogës, edhe
edhe korrupsionit, domethënë pastrimit parave, kjo ishte gjithë dhe ai gjeti momentin për të drejtuar popullit shqiptar. Tash gjithmonë i drejtohet popullit shqiptar dhe nuk i drejtohet institucionet, se i ka të ndërprerë marrëdhëniet me institucionet. Kështu që del detyrë e shqiptarëve për ta rrëzuar këtë qeveri. Për krajën deri dje ndoshta shumë kush thoshte se nuk kemi për krajën e ndërkombëtarë, se ndërkombëtarët po e mbajnë Ramën, se ata po e takojnë, ata po e bëjnë. Sot nuk është më kjo situatë. Sot Amerika të paktë ka kundra, vendet kanë të djatën konservatore në vendet e tyre, patjetër që nuk janë pro Ramës. Kështu që tash ka dalë detyra e shqiptarëve për ta mbështetur, themi, apo për të qenë në linjën e politikës të republikanëve në Amerikë apo të vetë Trumpit.